Shkalla e rrotullimit të dritës së polarizuar matet nga një pajisje laboratorike e quajtur polarimetër. Një polarimetër përmban një burim të dritës, filtrat polarizues dhe analizues të bërë nga filmi polaroid dhe një cilindër i quajtur gypi i mostrës në mes dy filtrave. Drita e polarizuar në filtrin e parë kalon në për gyp dhe filtrin e analizimit dhe depërton deri te syri. Intensiteti i dritës kur kalon në filtrin e dytë është në maksimum kur boshtet e dy filtrave janë paralel. Kur filtri analizues rrotullohet në mënyrë të tillë që boshtet janë pingule, asnjë dritë nuk kalon në mes saj dhe dritarja e fundit duket e zezë. Tash, kur gypi i mostrës është i mbushur me trecirë të enantiomerit, rrafshi i polarizimit është rrotulluar në një farmase dhe drita e diellit kalon në dritaren e fundit. Për të gjetur këndin rrotullues, filtri analizues rrotullohet në drejtim të akrepave të orës apo në drejtimin e kundërt të akrepave të orës, deri kur dritarja të bëhet prapë zezë. Këndi në të cilin filtri analizues është rrotulluar është i barabartë me këndin me të cilin rrafshi i dritës së polarizuar është rrotulluar brenda polarimetrit. Madhësia e vëzhguar e rrotullimit është proporcionale me koncentrimin e enantiomerit dhe gjatësisë së gypit të mostrës. Nëse dihet konstanta e proporcionalitetit, është e mundur për të përcaktuar përqëndrimin e enantiomerit në trecirë duke matur këndin rrotullues.